Rreth 70.000 euro I kushtoi buxhetit të Kosovës vizita e presidentes Vjosa Osmani në SBA, e zhvilluar në shtator të këtij viti. Sipas të dhënave që Vox Kosova ka siguruar përmes kërkesës për qasje në dokumente publike, Osmani në SBA ishte vete 12, së bashku me 11 antar të stafit. Shpenzimet për akomodim arritën në 45.271 euro. Për bileta udhëtimi u paguan edhe 22.838 euro, ndërsa 1.447 euro të tjera shkuan për dreka, darka dhe internet. Në sy bie fakti se akomodimi për 2 këshilltarët të presidentes ishte dukshëm më I shtrenjtë se për pjesën tjetër të stafit. Për Rejhan Vuniqin shuma arriti në 8.064 euro. Për Donika Kadajn shteti pagoi 6.416 euro. Vox Kosova ka pyetur presidencën nëse 2 këshilltarët kanë udhëtuar disa ditë më herët drejt SBA-s, por nuk ka marrë përgjigje. Zyra e presidentes nuk ka kthyer përgjigje as për vetë shpenzimet, ndërsa qasja në dokumente u mundësua vetëm pas ndërhyrjes së Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Krejt kjo për një leadership që në pushtet erdhi me premtimin për kursim të paras publike, një vizitë që u prezantua si punë shtetërore, por që në praktik u shndërrua në udhëtim me një armatë këshilltarësh, me fatura që vetëm u rritën.